Një operacion i seksionit për hetimin e narkotikëve në Tiranë i koduar Kargo 1 ka përfunduar me arrestimin në flagrancë të një 45 vjeçari i dyshuar për posedim dhe shpërndarje të lëndëve narkotike. Operacioni u zhvillua pas disa muajsh hetime me metoda proaktive në drejtimin e prokurorisë së Tiranës. Shërbimet e policisë lokalizuan dhe ndaluan shtetasin Ervin Kaftiraj në një parkim në afërsi të rreth rrotullimit të Tegut, si dhe më pas në ambientet e një restoranti në periferi të kryeqytetit. Gjatë kontrollit fizik, ati u gjet një pako me lëndë të dyshuar narkotike kokain me peshë totale 1 kg e 39.4 gram e dyshuar se posedohej me qëllim shitje në zona të ndryshme të Tiranës. Në vijim, nga kontrolli i banesës së tij, policia sekuestroi dhe një armë gjau, si dhe një armë sportive. Në cilësinë e provës materiale, u sekuestruan gjithashtu një motomjet dhe një aparat celular. Sipas burimeve zyrtare, i arrestuari ishte në nënvëzhgim prej kohësh dhe njihej në Tiranë për aktivitetin e tij me makina luksoze me qira dhe mjete retro, çka dyshohet se përdorej për të maskuar veprimtarinë kriminale. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet të dyshuar të trafikut të drogës.